As pak nuk është befasuese, konsiderojmë që Prokuria Speciale bile jo vetëm në këtë rast, por ka edhe shumë afera korruptive, sepse edhe në raportin e Dashit, në vitin e kaluar ka pas një theksim të veçantë se korrupsioni qeveritar në qeverinë e Albin Kurtit ka qenë galopant apo i dëshmuar dhe konsideroj që edhe pa shkrimin e mediave, por vetëm në mënyrë, si me thonë, rutinore, duke vepruar ex officio pa e prezentuar fare gazetarët, Prokuria Speciale, krimet ekonomike duhet të jenë më efektive, duhet të jenë më agresive ndaj korrupsionit qeveritar, për arsye se aty shembet interesi publik, dëmtohet buxheti i Republikës Kosovës dhe edhe pse kemi një pastisje që duhet përgëzuar Prokuria Speciale, e konsideroj që në rastet e tilla kur profilet e larta janë të involvuara, Prokuria Speciale apo policia duhet të jenë më agresive sepse kështu disiplinohet politika dhe politikanët maten shumë herë a duhet të korruptohen apo jo. Dhe pas parasysh që ngjarjen që po zhvillohet, pra zoti Smakiqi, lënda ka kaluar në Prokurinë Speciale. Fillimisht kishte tentuar pra që të trajtohej nga nivele më të ulta. A është hapi i dur pra sepse edhe sipas ligjit, meqenëse se ka figura të larta të përfshira që është ministri në pyetje, është gjë e dur që po e trajton pra pikërisht Prokuria Speciale. Një lëndë sa serioze është lënda kur e trajton Prokuria Speciale? Po gjithmonë kur janë të involvuar në profilet e larta, siç janë prej sekretarëve të përgjithshëm, zëvendës ministrat, deputetët, kryeministri, atë profili i lartë më kupton që krimi është më i organizuar dhe përgjegjësia është më e lartë dhe dëmet mund të jenë shumë të larta. Prandaj është kompetencë ekskluzive e Prokurisë Speciale dhe përgjigjë për këtë aksion, por konsideroj që duhet të vepruar edhe në raste të tjera. Për shembull, Prokuria Speciale ka dështuar që ta detyrojë kryeministrin apo tash deputetin Albin Kurti që të intervistohet për rezerva shtetërore, pra kemi një triumf të arbitraritetit dhe kundërshmërisë përballë Prokurisë Speciale dhe kjo nuk duhet të ndahet. Prandaj unë mendoj që edhe Albin Kurti do të thuaj tashmë ta vuante 30 ditëshin e burgimit nga 132 të kodit procedurës penale, nuk duhet të privilegjohet nga asnjë qytetar i Republikës Kosovës, por edhe zotëri Peci me gjithë ato kundërshtime apo hezitime apo sulme ndaj prokurorisë e pomse të Bulena Agjiun, pra Prokuria Speciale është fundi i një institucioni që mbron shtetin e Republikën nga kushdo që sulmon, pra por Republika e Kosovës, buxheti i Republikës Kosovës më i rrezikuar është nga zyrtarët e qeverisë, pra ai nuk rrezikohet nga qytetarët, por rrezikohet nga ata të cilët abuzojnë apo e përdorin për qëllime përfitimit grupe apo pa paraqykuar fajsinë, sepse unë duhet të jem korrekt, edhe zotëri Peci më aktualisht në këtë fazë është në rretime paraprake, por që edhe pse konsiderohet me prezumimin e pafajësisë, duhet llogaritdhënia të jetë shumë e ngritur më e lartë dhe në një farë mënyrë politikanët mos trimnuar nga një lider i cili i mbron ata kur shkelin ligjin, siç është rrofti Albin Kurti në ministrat. Pavarësisht pra asaj çfarë ka bërë zoti Kurti që nuk i është përgjigjur ftesës për intervistim, megjithatë ministrat s'po kanë çfarë pra pa i shku policit dhe prokurorit për të intervistuar. Ishte intervistuar më herët edhe Bulena Agjiu, është tani po intervistohet pra Faton Peci. Sondimi i ligjit nuk nënkupton që ministri nuk ka çfarë pa shkuar në Prokurinë Speciale. Sondimi i ligjit nënkupton që Prokuria Speciale kur e mbron shtetin e Kosovës, buxhetin e Kosovës, kushdo që dëshohet duhet t'ia vendos këmbën në qafë dhe ata të cilët abuzojnë në pushtetin duhet të friksohen nga shteti. Dhe jo ne të kënaqemi që ministrat e Albin Kurtit po detyrohen të shkojnë polici. Nuk duhet vijë në shprehje ky niveli i sondimit të ligjit. Shteti së drejtës nuk ka kompromis me krimin. E sidomos me krimin e profilit të lartë apo të jahtës së bardhë, siç është korrupsioni qeveritar. Smakiqi, faleminderit shumë për kohën që jeni të lidhur së drejtë për drejtë me ne. Faleminderit.